Nga ke ardhur për park kombëtare? Nga Tetova. Nga Tetova. Mu duke pak sheik në pamje. Ha? Nga i me origjinë? Nga Tirana. Nga Tirana. Po. Na thuj pak nga ke ardhur për park kombëtare? Nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Po. Nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Shumë veta kanë ardhur nga Dibra e Madhe. Por herë ka shumë nga Dibra e Madhe. Nga Istoku. Nga Istoku. Po. Çfarë emocioni zbuluar përballë Serbisë? Full emocione, s'ke që thësh. Nga Kosova. Nga Kosova, po. English, better. English? Më mirë English. Jetoni jashtë? Po, Amerikan. Okej. Vi nga Ulqini, po kam marrë jetoj në Gjermani. Për Shqipërinë etnike jena me zemër, jena patriot edhe për në Shqipëri do vim gjithmonë. Jam mas se 20 vite të ndjen kombëtare në anën mban botës. Shfe vlaçko, shife gjithë ki njeri, gjithë ki popull, keq shqiptar, pi Maqedonisë, pi Kosovës, pi Shqipërisë, gjithë jemi një. Sa të bukur që jemi, ore. How you What doing? brought you to come watch the match? Well, I'm here actually visiting, boss. Well, I started in Bosnia and came all the way down to Montenegro, and now I'm in Albania now. Oh, so. are you rooting for Albania tonight? Of course, look at my jersey. Oh my God, yeah. Can I do that thing? We're gonna win? Yeah. Andele, shumë të fortë jeni, halal i koft, inshallah fitore sot, ha? Shumë emocionet. Janë emocionet e papara. Po e keqe e kësaj se s'kemi bileta. Je pa bilet. Pa bilet. Dhe ke ardhur nga Tetova në Tiranë Dhe jemi për ta pa partu bilet. jashtë. Po. Çfarë emocioni ndjen ti për ndeshjen përballë Serbisë? Shumë emocionuar vallai, është rast special, sidomos kur luajmë kundër Serbisë, se kemi armik të përjetshëm. Që i ri, kur ka lujt 94-ën bas që u hap Kufili, kam ndjek kombëtare në stadiumin e vjetër në Kemal Stafa, në Elbasani edhe në Shkodër. Është si asgjë tjetër, unë do thash më e madhe se loja me Europianin për mendimin tim. Është më e madhe, ka më shumë atmosferë. Kam shumë emocione të mëdha sepse është një lojë spektakulare. Are we gonna win today? Me kismet, po, inshallah. Me kismet, no kismet, yes. Do fitojmë. Yes, we're gonna win. Kam lanë familjen gjithë për më kombëtarë, edhe i la gjithë për atë dhej. I'm not gonna lie, this is my first time actually coming to a soccer game. This is madness right now. This is madness. Yes, madness. You told me. Yes, madness. Yeah, this is actually my first time coming, and my tour guide from the city I came in before this, he was telling me how rival Serbia and Albania is. He said, "Be careful out here." So I'm like, "All right." So, Did you learn any Albanian word by staying here? no, I haven't. I'm still trying to learn. Nobody's trying to teach me anything. Po ti ishe lojtar fush. Çfarë do ishte gjëja e parë që do bëje kundër serbëve? Që ne golen. Direkt golin e parë. Direkt golin e parë. Po kështu Direkt kisha portier, direkt golin. Ndërhyrje tash pra po. Ndërhyrje tash pa. Do shikoja. Vohet nga strategjia e lojës. Gol. Direkt në të parën. Gol. Një stopin gol direkt. Patjetër. Sekonda 3. Gol. Po ti ishe të fush keni përballë Serbinë. Çfarë do ishte gjëja e parë që do bëje? Se dit, mendoj do ta jepsha 100% tim. Maksimumin do jepshna, normal. Janë të vetmi çuna që i kemi bërë këtë pyetje dhe nuk kanë sharë. Ata ka thënë njëri që gjanë me Berat Xhimshitin. Po, më kanë thonë. Po. Gjake Guxha. Djali miqës më ka thonë jam si Beret Xhimsit. Flori, jam shumë e lumtur që more me vete dhe hapa syt me çuna ta shqiptar që jeni shumë të bukur mër zoti madh. Dhe tregojnë edhe atyre të pa manuali që fshahin çunat shqiptar, që nuk janë për të fshahur çunat shqiptar. Jo. Çfarë po thonë për çunat shqiptar? Çunat shqiptar dhe çunat kosovar janë shumë të bukur, e mohon. Dhe Klea kuptoi këtë sot kur pa tifos. Nuk e mohoj dot. Por edhe gocat janë goxha mirë, dua ta them unë tani, dua ta pranoj dhe unë. Hajde mësojeni. Duhet me mësu një fjalë shqip. A jemi live? Po, jemi live. Serbi? Motrën. Serbi? Pse josa? Serbi. Motrën. Motro. Yes, my friend. There you go. What does this mean? Tani, do themi 1 2 3 mi live, vazhdim e dini vet ju. Jemi live. Serbi. Çfarë këngë të motivon ti më shumë për kombëtarën shqiptar? Çfarë këngë këndon kryesisht? Këngën himnin e gjithë shqiptarëve. Ta këndojmë himnin bashkë? Patjetër. Ret flamurit të përbashkuar me një dëshirë e një qëllim, të gjithë atje duke u batuar,
të lidhi besën për shpëtim. Hajretin Pasha, jenë nga ti Bramanta. Po, da Hajretini, po. E këndoj pak Hajretini bashkë. Më vale më. Hajretin Pasha. O poj vjen orati, ikës jalla quba në momalete ti, i brez jalla quja. Do këndosh pak Xhamadanin, a e di Xhamadanin via via? Po. Ma këndo pak. Xhamadani via via është Kosova, është Shqipëria. Xhamadani via via është Kosova, është Shqipëria. A do fitoj Shqipëria apo jo? Po. Ma jep dorë. Bravo! Mora fjalë, mora varkun, mora qarkun, me i thurkan. Me i thurkan bashk legjendari, ti këndoj, Adem Jashari, ti këndoj. Mora fjale, mora varkun, mora qarkun, me i thurkan. Me i thurkan bashk legjendari, ti këndoj, Adem Jashari, ti këndoj.